Ditë e djele me ngjesi 19 korriku. Jam këtu në rrezet fshatit, ky vend quhet te Dheu i Kuq, toponim. Këto bukuri, këto lëndina në një kohë s'ke mujt me gjetë në betarina, tash në bosh shishe gjithë shka. Është një prua i madh aty që komuna ka para pa përmbetje inerte, pastaj më mbulu. Po disa po kanë edhe ara që po marrin zollën, me t'i mbolojnë, t'i qojnë poshtë. Mirë po ata që binë lartë, i kanë vendin tu. Tash duhet mi shty ato, ke marrë edhe 3 kamiona me zhavor, me rregullu ma mirë. Dhe këto jenë pastru gjitha. Po për disa ma mirë bërlogje doket me pas e lula. Është interesant që më në aferat o monet me qenë pjektën, bio, janë shumë të mira janë, për me në që vitamina kanë të farë. Me bë me mos t'i shhap kjo këtu, prap kishin hudh natën. Vinë natën veç hudh në niknin. Një tash është pastru, është nëreq. Pa dhe tu e kisha pas një kërkes. Ofroj afër hudh në poshtë si duhet, jo, me lën rrugë. Jo, është bo vetëm për banor të Krushës, nga komuna Ravesit, na kem rihap, pasi është bloku. Edhe tash mërgjimtarët ka ardhur, jo punojnë diçka ka shtëpia, në vojnë shtëpia, mbetjet i njerëtë në kësë janë tu. Edhe kënde e kem pastru, koma parë, ka njësë mu vejdisu. Ka ende shumë punë. Nga është rruga që shpije për në brav. Disa kanë fillu, po ndërtojnë edhe kam shtëpiza, villa. Pasi është një vend shumë i mirë me natyrë të bukur. Dhe e kem kalu fëminin. Sa vjetë, 100 vjetë, sa i duhet kësaj mu të rejtë tash. Shumë i duhet. Shumë. Gjithë shqiptarët është mirë mi dërgu në Zvicër, në Sloveni, në vendet civilizune, ku gjobët janë ta thonin gjepin. E tek atëherë ndalët shqiptari. E aty së ne përballon se ku ta prejk në gjepe me laps. Po ne ende se kem këta në Kosovë, shpresojmë të ardhmen, të bëhen ligjet edhe dënohen njerëzit pasaj ndalen. Ose mu vejdisu, po mu vejdisu duhet brezi i ri mu eduku shumë. Po për mu eduku brezi i ri duhet shkollu brezi. Duhet mësu shumë. Me mësu që mja kap trunin, mja sjell motori mirë tani. Si në të mëson, si se zhvillon trunin, me të analfabet tanë kime pas problem me ta. Unë me shtresën intelektuale, me profesora, me doktora, nuk kom pas kur një fjallë, me njerës familjarë, që si bëjnë probleme familjes vetë, që nuk përdorin gjanat këshia, s'kom problem. Problem kom pas me disa analfabet që në bodol. Berati e ka regullua dhe oborin e shkollës, është bo film obori shkollës Baramcuri. E ka regullua, është të e regullua ende oborin e gjamiës vullnetarisht. Janë disa persona ku ka për fshat nuk vërrojnë.
Edhe e ka firmën e kubzave të borëve që i rregullon. I dhash zoti shëndet e veç pun. Ka pun, stashot duke bënu në zacisht në plot vende tjera. Ai që punon, zoti ja dhash gjithmonë. Është fjala me tjerë se punon, se disa i grojnë edhe punë tjera, po ato nuk jona fat gjate. Edhe se janë të mira për shoqni. U hek mbetarinat dolën lulët. Po doni ma mirë. Dhe ka plot tash mbulohen ato. Rrua gjigant. Herën e kaluar ka qenë Visari, mos ta harroj Visar Krasniqi, e falenderoj. Ka qenë Selman Shala. Ka njerëz shumë vullnet mirë. Ka donë maqinë së gjukit mishti pak janë. Se janë domshëm për shoqni. Ata edhe me mishtin cirkullar nuk i dhimen as kujt. Tash, po bëhet ende ma mirë. Që sa bukur. Sa bukur poste që Vetorina ende në kanë meta dhe pse në pastru shumisa që ka kanë gjujt natën tinës që në shkojnë në qatje e vëshini është është dodane që kanë orë veç kanë gjujt natën mos hudhen këtë mëjë. Tash jemi nalë të kopshti fëmijëve, kopshti qerë dhe fshatit edhe këtu po do mi kry dhe punime dhe rate për kopshti kry. Kjo pastru po që kanë hudhë prapë. është e kotë. Ka qarkollin kjo rrugë. Kjo ka qenë ledina, s'ka pas bagrim as në një kohë shteti i ka mjallë. Pastaj e gjitha ka qenë ledin, na kem qujtë ledina Kajagës, disa kanë qujtë mali Kajagës, minine kem kalu kënej me lopë. Ta fshin kje thati, uj burimit ka pas rrogën poshtë ende një bazen që e në fornizu. Komuniteti Ashkali kanë vujtë shumë për uj. U duke marrë në bazen të me marrë në prue poshtë, kia meti zotit. Sot i kanë kushtet me kanalizim, me ujtë pijes, me banjët rregullune, kanë bo makina, infrastruktura është në rregull. Jetë e vështirë ka qenë. Meritoni është djalim Savdylit, ka bën donacione për fshat, jetë ende nuk ndalet. Drejton kaloni mirë ej. Ku ka punu jetë mirë Dëraku, Said Dëraku, vullnetarisht i kanë kry këto punime për qerë dhe kanë rruga ngusht, e kanë zgjeru që gypët ku i kanë vendos. Edhe ande e kanë zgjeru, e kanë rafshu, po këtu me pas si Alimbera që e ka qenë bunarën lartë pusin maje, atje lartë 150 metras, disa dhe uj pijes. Edhe kjo pjesë ka pas uj, ku ka qenë bazeni poshtë me pas nga ekspert mund me gjetë ujnë tu. Tash teknologjia u dalë, raketë të poshtë, bon uj, mush me ujit këto, me gjelbru, me knaq, me mjallë trandafila, lule, hyre. So s'pun kjo. Që koj musha 2 kese.
shimi ma vonë. Se është duke u punuar në Varreza në aseri sistemin e ujit që është prish.